Po kaloj tek shenja e gafores. Kjo hën e plot ka një cilësi të tillë që drejtuesi i kësaj hëne të plot ndodhet tek shenja e gafores. Pra janë të dy kanë shkëmbyer vend, le të themi, duke qenë se hëna që është drejtuesi i gafores do të jetë tek shenja e shigjetarit, pra ndërkohë që drejtuesi i shigjetarit ndodhet tek shenja e gafores. Çfarë duhet të them me këtë? Ose më të themi çfarë ndikimi ka kjo tek shenja e gafores? Ndikimi më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm që do të kemi është vërtet fuqi shumë e madhe që do të fitojë shenja e gafores për të shndërruar gjithçka në këto momente. Është një periudhë në të cilën duan apo s'duan ata, çdo gjë që prekin ose çdo gjë që mendojnë që ta realizojnë, vërtet që do të realizohet. Ka një fuqi vërtet shumë të madhe. Por nga ana tjetër, mund të kemi dhe shndërimin komplet dhe të karakterit, të dëshirave, të shijeve të shenjës së gafores. Për këtë arsye mund të bëhen dhe pak të panjohur për njerëzit që kanë rreth rrotu. Kjo nuk mund të them që është diçka negative, po them thjesht se persona përballë mund të bëhet pak e çuditshme dhe mund të nxjerrë edhe nga jeta e tyre persona, sepse mund të friksohen pikërisht nga ky ndryshim i madh që po ndodh brenda shenjës së gafores. Nuk është diçka shumë e rëndësishme, nuk është diçka shumë negative, përkundërse është diçka shumë pozitive, thjesht po e them këtë në mënyrë që njerëzit të mos friksohen, pra kur po shikojnë njerëz që po dalin nga jeta e tyre. Është diçka vetëm kalimtare në mënyrë që shenja e gafores të marrë trajtën e saj të fundit. Duke qenë se pas kësaj Jupiteri do të smathojë gjithçka që ka ngelur në jetën e tyre. Pra do të të përzgjedhë mirë se çfarë do të mbajnë, në mënyrë që të ndërtojnë një jetë vërtet shumë të shëndetshme pas kësaj. Atëherë, ndikimi më i madh që do të kemi për shenjën e gafores do të vi pikërisht në efikasiteti që ata kanë në jetën e tyre të përditshme. Do të kemi një ndryshim të dukshëm edhe në mënyrë se si ata i bëjnë gjërat. Do të kemi një ndryshim edhe në veshje etj., siç e thash edhe në shije. Këshilla do të ishte në këtë rast që të fokusohemi tek gjërat që janë pozitive. Çfarë janë këto? Të ushqehemi siç duhet, të menjanojmë feset, të bëjmë sportin siç duhet, të fokusohemi tek një komunikim shumë më të shëndetshëm që kemi me kolegët tanë, etj. Kjo është mënyra se si shenja e gafores mund të kalojë këtë periudhë vërtet në mënyrë shumë pozitive dhe mbi të gjitha pas kësaj të ndërtojmë mbi këtë zgjedhje që ka bërë. Në qoftë se nuk arrin ta bëj këtë veç, përkundrazi mund të kemi një ndikim negativ. Ndikimi negativ do të vijë nga dielli, sepse do të ndodhet tek një fix siç e përmenda tek ndikimi i përgjithshëm, i cili mund të sjellë dhe manipulim ose shndërimin edhe të gjërave që dalin në skenë, më të themi, edhe të problemeve, të anës tonë të errët. Në këtë rast shenja e gafores mund të mbyllet më tepër në vetvete dhe mbi të gjitha mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në botën e tyre të brendshme, të cilat do të shprehin jo vetëm në anën e tyre psikologjike, por edhe në anën e tyre fizike. Okej. Pra kemi gjithmonë në dorë, por në këtë rast është vërtet shumë e rëndësishme dhe shumë e stërzmadhuar, prandaj zgjidhni mirë.